Guvernatori i Bankës Qendrore deklaron se lufta po rrezikon ekonominë, ndërsa në tregje nis rritja e çmimit të frutave, perimeve dhe produkteve të bulmetit. Antarët e kabinetit qeveritar vijojnë raportimet me kryeministrin, takime dhe me kreun e grupit Partisë Socialiste për ligjin e referendumeve. Gjykata liron të gjithë protestuesit e arrestuar në tubimin e opozitës ku plagosën 5 polic. Do të jetojnë në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Gjykata kushtetuese e Kosovës rrezon dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e parlamentit, ku vendi tani ka 34 ditë kohë për të zgjedhur presidentin e ri. Kombëtari auton drejt Polonisë ku do të luajë nesër ndeshjen historike që mund të na çojë në Kupën e Botës. Shiten të gjitha biletat për tifozët shqiptar. Ora 19, mbrëma nga Vizion Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve, mbas titujve shkojmë me radhë. Lufta në linjën e mesme. Sipas guvernatorit të Bankës Qendrore të Shqipërisë, Gent Sejko, përbën një burim të rëndësishëm rreziku për ecurinë e ekonomisë shqiptare. Sejko nënvizoi se ky kërcënim është i vështirë të vlerësohet se si do të jetë në të ardhmen. Megjithatë, të dhënat aktuale tregojnë se rritja ekonomike është solide dhe përpasoj norma baze e interesit të legut do të mbetet e pandryshuar. Me gjithë zhvillimet pozitive ekonomike dhe parashikimet optimiste për të ardhmen, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko paralajmëroi se konfliktet në linjën e mesme përbëjnë një rrezik në rritje për ekonominë. Megjithatë, konflikti ushtarak dhe tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme janë burim ekstrem rreziku dhe pasigurie mbi ekonominë botërore dhe atë shqiptare. Ky konflikt ka sjellë një rritje të shpejtë të fortë të çmimit të naftës dhe të produkteve të tjera energjetike në tregjet botërore. Kozgjatja, intensiteti dhe kanalet indirekte të transmetimit të kësaj goditje në ekonominë shqiptare janë të vështira për të vlerësuar me një shkallë të pranueshme sigurie për momentin. Edhe pse çmimet e madrave dhe shërbimeve janë rritur lehtë në fillim të këtij viti, duke çuar inflacionin mesatar në 2.4%, guvernatori theksoi se niveli i tij mbetet brenda objektivave të Bankës së Shqipërisë. Përjavdoi në mungesë të goditjeve të forta të ofertës, parashikimet tona të skenarit bazë tregojnë se inflacioni do të kthehet gradualisht në objektiv gjatë vitit 2026. Guvernatori bëri të ditur se duke u bazuar në ecurinë pozitive të ekonomisë shqiptare deri më tani, Këshilli Mbikëqyrës ka vendosur të mos ndryshojë normën bazë të interesit. Bazuar në konkluzionet e mësipërme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2.5%, gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës njëditore në nivelin e 1.5% dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëditore në nivelin e 3.5%. Sipas Bankës së Shqipërisë, ekonomia deri më tani vijon të shfaq tregues pozitiv me rritje të punësimit, pagave dhe kreditimit, ndërsa stabiliteti financiar mbetet i qëndrueshëm. Ditët e fundit, vala e rritjes së çmimeve ka përfshirë edhe frutat, perimet dhe bulmetin. Tregtarët e lidhin situatën me rritjen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Shtrëngtimi i naftës po shoqërohet edhe me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Në tregun e fruta perimeve në qytetin e Elbasanit, thuajse të gjitha produktet, si dhe bulmeti, po shiten më shtrenjtë. Pak ditë më parë, 1 kilogram domate në Elbasan tregtoi me 200 lek, ndërsa sot shitet me 300 deri në 500 lek. Rritjet e çmimit kanë psuar edhe speci, patlıxhani e të tjerë. Ndërsa 1 kilogram djath po tregtohet me 100 deri në 200 lek më shtrenjtë. Një situatë e tillë prek drejt për drejt xhepat e qytetarëve, sidomos të pensionistëve. Shteti duhet vendor. Të gjitha që janë rritur shumë janë domatet, kështu që çfarë them më shumë. Rritja më ka qenë 2500 ka vaj 3000. Me lek vjetra gjithmonë kuptohet. Po thonë se të gjitha. Që nga bulmeti, dreqi, shejtani, fruta e ku ta diu. 3%, 4%. Varet. Çfarë përballueshme janë me bi. Me 100.000 lekë marrën. Çik na vasin një çik drekin. Marrë i mosa për largojnë, të marrë. Një mishë së shtofë me sy fare. Nuk duket e i fare. Po morëm një kofsh, një diçka. Djathën për shumë
ka qenë 6.000 lekë, apo ka vajt 8.000 sot. Pyta sot për dhe më thamë, a i me ulti, me liri. Gjitha janë shkoj se jo, angët nasa, jo, për i nasës dhe gjitha. E njëjta situatë paraqitet edhe në Vlorë. Ja unë 100.000 lekë, në qatë bëjnë 100.000 lekë, ja të jemë bëndu 100.000 lekë qatë ma. Qatë se bletot? Nuk dhe logaria të marim neve. Qa do marim për para? Ilaçe, apo të marim ja një salat mora e 2 banane, nuk kam lekë më. Në Durrës ndërkohë tregtarët thonë se rritje të ndjeshme kanë pësuar vetëm domatet dhe speci i kuq. Domati aktualisht tregtohet nga 200 në 350 lekë për kilogram, ndërsa speci i kuq ka shkuar në kufirin e 330 lekëve. Tregtarët e Pakicës thonë jashtë kamera se ata janë të detyruar duke qenë se shumica ajo që dikton çmimet fundore. Për të mos trembur blerësit, një pjesë e tregtarëve nuk i ekspozojnë çmimet në tezgat e tyre. Për këtë valë të rritjes së çmimeve të sendeve të përditshme do të ndalemi pak më vonë tek intervista e ditës, por ndërkohë në doganën e Bllatës po vije të re një fluks i lartë lëvizjesh këto ditë. Çfarë ndodh? Banorët e Dibrës janë drejtuar masivisht Maqedonisë së Veriut për të blerë naftë, përderisa çmimi atje është më i lirë se në vendin tonë. Çmimi i karburanteve në vendin tonë është më i lartë nga të gjitha vendet fshinje. Aktualisht një litër naftë në Shqipëri tregtohet me 219 lekë, ndërsa në vendin fshinj të Maqedonisë së Veriut shitet me 152.6 lekë. Kjo ka bërë që në doganën e Bllatës në Dibër të ketë një dyndje të qytetarëve të cilët kalojnë kufirin për të furnizuar automjetet e tyre me naftë. Diferenca mes dy vendeve është shumë e lartë pasi në Dibër të Madhe qytetarët blejnë rreth 70 lekë më pak një litër naftë. Nafta është difícil, e njëjta gjë. Nafta vjen si në Durrës, vjen nga Durrësi në Tiranë për ne. Edhe këto e morrin nga Durrësi e bin këtu, edhe nafta është pothuajse gati 700 lekë për litër. Vetëm për naftë vim nga ndër vim këtu. Se skrimi nuk kemi inventar për kërkuni. S'ka kanë vinë lekë, ka punojmë ne që të marrim naftë. Vetë ta marrim vend ton, ikim me marr Maqedoni. Është krimi i madh. Gjithë shqiptarët e Shqipërisë këtë për naftë Maqedoni shkën sa më lirë vllai. 700 lekë më lirë. Këtë produkt aty e morim. Këtu nga ne katastrofë vëlla. Për shembull është ka periud 2120 lekë nafta. Ka Maqedoni 1500 lekë. E njëjta situatë ka qenë edhe më parë në doganën e Bllatës, pasi edhe pas luftës në Ukrainë banorët e Dibrës i drejtoheshin vendit fqinj. Lufta në linjën e mesme ka shkaktuar para ndralla dhe përshtjellime për shumicën e vendeve të botës, e në radhë parë të atyre që energjinë e sigurojnë drejt për së drejti nga gjiri persik, por edhe vende të tjera në mënyrë të tërthort preken nga kriza e energjisë. Në Shqipëri, qartazi e ndjem tek çmimi i karburantit dhe çmimet e konsumit të përditshëm, siç e pam dhe në kronikat e mëparshme. Do të bisedojmë për këtë çështje me ekspertin ekonomist Klodian Muço. Mirëmbrëma. Qeveria pra e ringriti bordin e transparencës dhe ka paralajmëruar edhe uljen e disa taksave apo të një takse mbi i karburantet. Si janë këto lëvizje të qeverisë sipas mendimit tuaj? E para duhet thënë që duhet shpresuar të deklarate e presidentit të Shteteve Bashkuara Trump që është shumë afër drejt një zgjidhje. Pati dhe një hapi nga ana e Iranit për sensi që kushani e kalon të ngushtica Ormuzit mund të paguaj, mjafton që të paguaj 2 milion euro dhe mund të kaloj. Kështu që jemi pranë një zgjidhje dhe uroj që të stabilizohen shumë shpejt. Për te këtij aspekti, Bordi i Transparencës nuk është se ka qenë shumë i suksesshëm në 2022, nuk e di se do ndryshojë në një gjë specifike në mënyrën e funksionimit të tij në raport me 2022-shin. Kurse një ulje e rëndësishme është ulja me 20% e aksizës, që në një farë mënyrë në kupton që me 1/5 apo në çmimin final do ndikojë deri në 9.6 lekë për litër, kështu që është një ulje relativisht me gati 10 lekë në nivel komplesiv, kështu që do ketë një impakt në rrëdhjen e çmimeve apo në stabilizimin e çmimeve. Ndërkohë guvernatori Seiko e paralajmëroi sot që banka nuk ka ndërmend ta lëviz normën e interesit. Tani që do të thotë që banka nuk e ngriti atë që quhet freni i dorës apo jo në këto raste për ekonominë, për të ngadalësuar dhe për të ulur kërkesën në rastet kur energjia bëhet e shtrenjtë apo mungon.
Shiko, Banka e Shqipërisë ka tendencë të ndjekë të njëjtat politika që ndjek edhe Banka Qendrore Evropiane, përgjithsisht janë shumë të koordinuara. Nëse Banka Qendrore Evropiane mblidhet edhe ndërhyn te normat e interesit, në një kohë shumë të shkurtër edhe Banka e Shqipërisë bën të njëjtën gjë. Për te këtij aspekti, Banka Qendrore Evropiane ka parashikuar një rritje të inflacionit, e rishikoi në rritje edhe muajin shkurt me mbi 2.2% edhe muajin mars-prill, duke arritur dhe maj duke arritur nivelin 3.8%. Kështu që në momenti kur kemi një parashikim në rritje të inflacionit në vendet e Bashkimit Evropian, automatikisht ky inflacion importohet në thojza edhe në Shqipëri, duke pasur parasysh faktin që mbi 60% e inflacionit që ne kemi në vend është importuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që nëse vendet e Bashkimit Evropian parashikojnë një rritje të inflacionit, automatikisht do ndodhë kjo gjë edhe në Shqipëri dhe shumë shpejt edhe banka ndoshta do jetë detyruar që të ndryjë në këto drejtim. Dhe çfarë mund t'i sugjerohet qeverisë në këto kushte nga ekspertët, të themi që nuk merren me politikë, janë jashtë politikës? Shiko, kam përshtypjen që jemi në një situatë relativisht të vështirë dhe kjo nuk duket vetëm në Shqipëri, po në të gjithë vendet e Europës në tërësi, apo Ballkanit e të tjerë. Kështu që në një situatë emergjence nuk është se ka shumë hapësira për të vepruar përveç uljes së taksave të përkohshme apo uljes së aksizës në naftë. Sigurisht në një kohë paqe, domethënë ne morëm në një farë mënyrë një mësim nga 2022-shi. Patëm që një ndërhyrje vogël në periudhën e qershorit të 2025-s nga Izraeli në Iran u reflektua direkt me rritje të çmimit të naftës. Kështu që duhet të jemi para përgatitur në kohë paqe, kush janë këto para përgatitje. Ngritja e rezervave strategjike, ngritja domethënë që të kesh rezerva që në momente të caktuara të ndrysh me hedhjen e rezervave të tua në treg, ashtu siç bëri Evropiani i Energjisë që hodhi një sasi të madhe të naftës në qarkullim për të furnizuar vendet e Bashkimit Evropian me naftë. Aspekt tjetër, pastaj në të ardhmen ndoshta ne jemi një vend prodhuesi naftës, mund të merret në konsiderat fakti që si mund të rafinojmë naftën tonë edhe pse nuk është naftë e cilësisë së parë, konsiderohet një naftë e rëndë. Pra ka një sër mënyrash apo një sër veprimesh që mund të bëhen, po të gjitha këto veprime bëjnë kryesisht në kohë paqe. Në momentin kur në një situatë në të cilën ndodhemi situata, domethënë veprimet apo le të themi ndërhyrjet janë relativisht shumë të limituara. Faleminderit Klodian Muço, ekspert ekonomist, le të ecim tej. Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj ishte antarja e radhës e kabinetit që raportoi përballë kryeministrit Rama, ndërkohë më herët shefi i qeverisë ka takuar edhe kreun e grupit parlamentar socialist pas paraqitjes së projektligjit për referendumet. Pas Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Drejtësisë, kryeministri Edi Rama thërriti këtë të mërkur në takim ministren e Ekonomisë. Në vilën qeveritare 30 për më shumë se 2 orë, raportoi Delina Ibrahimaj, si dhe drejtuesit e institucioneve që janë në varësi të saj. Mësuese në mbledhje u prezantua puna e Ministrisë së Ekonomisë, si dhe prioritetet për muajt e ardhshëm. Por ky takim nuk ishte i vetmi që zhvilloi Rama. Më herët në ambientet e kryeministrisë u paraqit kreu i grupit parlamentar Tauland Balla. Ky takim erdhi një ditë pas prezantimit të draftligjit për referendumet, që u njoftua nga vetë kreu i qeverisë në asamblenë e 21 marsit. Përpos Ballës, pjesë e takimit ishin dhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu, ministri për pushtetin vendor Ervin Demo, si dhe ministria për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili. Takimet e kryeministrit me kabinetin e tij ka nisur një javë më parë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, teksa Rama ka zgjedhur kësaj radhe të shmang mbledhje të ritrit me të gjithë ministrat, të cilat zhvillohen çdo 6 muaj. Deklaratat e komisioneres europiane të zgjerimit Marta Kos për korrupsionin në Shqipëri janë cilësuar si raciste nga Sali Berisha. Kreu demokrat tha se për aferët dhe abuzimet nuk duhet akuzuar shoqëria, por zyrtarët e qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi ashpër ndaj deklaratave të bëra nga komisionerja për zgjerimin e BE-s Marta Kos për çështjen Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha u shpreh se pretendimet e zyrtares europiane se shoqëria shqiptare pranon korrupsionin janë raciste. Deklarata e komisioneres Marta Kos, një ditë pasi partia e saj fitoi zgjedhjen në Sloveni dhe si s'foli gjerdje, është një deklarat e mirëfillt
raciste dhe korruptive, por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjetë si ortak i tij. Berisha sqaroi dhe përjashtimet nga partia të dy prej anëtarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak të Durrësit, që sipas tij nuk lidhen me mbështetjen ndaj Ervin Salianit. Nuk ka asnjë lidhje me asnjë deklaratë, se s'mund të më citoj kush një deklaratë të tyre. Çdo njeri është i lirë të bëjë çdo deklaratë që don. Nuk ka këtu, liria e mendimit është e garantuar. Por qëndrimet janë qëndrime. Nëse ti je në këshill dhe përdor pushtetin si këshilltar për të asfaltuar apo për të përfituar favore personale, nuk është ky pse të kanë votuar qytetarët e Durrësit. Prej ditësh Berisha dhe Saliani janë përplasur në distancë për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Saliani kërkon të garojë për kreun e partisë, por Berisha e quajti atë të vetë përjashtuar. Ekspertët e Komisionit të Reformës Territoriale janë orientuar që të analizojnë çdo bashki për të parë se çfarë ndryshimesh duhen bërë, ndërsa në prill anëtarët e Komisionit do të nisin takimet dhe dëgjesat në terren. Komisioni i posaçëm i reformës territoriale miratoi listën e ekspertëve, të cilët do të punojnë mbi ndryshimet që do të kryen, si dhe për problematikat e çdo bashkie përkatëse. Dashur ekspert, ne presim një ekspertizë shumë serioze, detajuar nga ju dhe jeni ju ata që do bëni ballafaqqimet, do nxirrnin pa situatën reale, pasojave të reformës së 2014-2015. Ofrojnë vlerësimin teknik më të mirë të mundshëm për punën, por na pret shumë përpara, kështu që do jemi në mënyrë sistematike bashkë për të ecur përpara. Megjithatë, muajt në vijim do të sillin një volum pune për anëtarët e komisionit, pasi do të nisin me dëgjesat dhe takimet në terren. Ku kemi dëgjesa sipas fushave specifike të kompetencave dhe temave specifike që duhet të diskutojmë. Kjo agent na krijon një strukturë të qartë të realizimit të dy objektivave, edhe dëgjesa si fillimisht me kryetarët e bashkive, pastaj me ekspertët e fushave respektive apo me institucionet përgjegjëse këtu në komision, po dhe mundësinë që të bëjmë takime në disa takime në territor. Anëtarët e komisionit do të zhvillojnë dëgjesa në të gjitha qarqet nga 1 prilli deri në 19 maj, për të vijuar më pas dhe me diskutimet për produktin e reformës deri në korrik të këtij viti. Qeveria po punon për të realizuar sa më parë, thotë se po punon për të realizuar ndryshimet ligjore për lirinë e shtypit. Ato duhen miratuar deri në muajin dhjetor përmes një procesi që përfshin konsultime me gazetarë dhe me shoqërinë civile. Shqipëria është në fazat e fundit sa i përket punës për rregullimin e legjislacionit për lirinë e medias. Ministra për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adea Pyrdeni theksoi se në bashkëpunim me Brukselin po punohet jo vetëm me përshtatjen e ligjit, por edhe me zbatimin e tij. Besoj që reforma me medias prek një herë është vetëm lirinë e shprehjes, lirinë e medias në tërësi, por ka të bëjë dhe me një normim dhe sistematizim të atyre rregullave europiane që do duhet aplikohen në Shqipëri. Dhe kërkon domosdoshmërisht angazhimin e të gjithë aktorëve shoqëror dhe sidomos kur bëhet fjalë për ndërhyrje kaq të rëndësishme në një sektor jetik të vendit, sikurse është sektori mediatik. E pranishme në takimin për platformën e dialogut të hapur Jorida Tabaku u shpreh se nuk është marrë ende asnjë iniciativë për median, duke nisur nga mbrojtja e gazetarëve. Me shqetësim, liria e medias vazhdon që të mbetet një nga problemet kryesore. Dhe tashmë është kthyer edhe në një trend fatkeqësisht sistematik, një trend i cili pavarësisht se sa ligje ne miratojmë dhe pavarësisht se sa të mira janë këto ligje në letër, në fund të ditës problemet mbeten po atje. Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, theksoi rëndësinë e parlamentit në këtë proces si dhe dialogun politik. Bashkimi Evropian pret që Shqipëria të adaptohet dhe të zbatojë platformën sa i përket lirisë së shprehjes dhe medias. Konsultimi nuk është element i negociueshëm. Reformat s'mund t'ja dalin pa pjesëmarrjen e gazetarëve, medias dhe shoqërisë civile, dhe ku do të ishte vendi më i mirë për miratimin e kësaj sesa parlamenti. Unë mirpres angazhimin e kryetarit dhe zëvendës kryetarit për ta përdorur këtë platformë si platformë konsultimi për punën e komisionit. Brenda vitit 2026, vendi ynë duhet të parafrojë legjislacionin me aktin evropian të lirisë së medias dhe standardet e transparencës së tregut mediatik.
Prokuroria e posaçme ka kërkuar pushimin e çështjes ndaj gjykatëses Irena Gjoka, gjykatëse në gjykatën e posaçme. Hetimi ishte regjistruar në vitin 2025 pas një kallëzimi për falsifikim dokumentesh dhe deklarime të reme në formularët zyrtar. Pas verifikimeve të kryera, Prokuroria e posaçme ka vlerësuar se nuk ka element të mjaftueshëm për të vijuar ndjekjen penale dhe i është drejtuar gjykatës së posaçme me kërkesën pra për pushimin e çështjes. Tashmë do të jetë gjykata ajo që do të vendosë nëse hetimi ndaj gjyqtares Irena Gjoka do të mbyllet përfundimisht apo jo. Ishte drejtuesja e Akshit, Mirlinda Karçana, ishte paraqitur sot e shoqëruar nga avokati pranë prokurorisë posaçme. Ajo ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie për shkelje të barazisë në tendera dhe pastrim parash si grup i strukturuar. Dje ish numri 2 të Akshit, Avat Deribashit, ju zvendësua masa e sigurisë së izolimit shtëpiak në detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Pjesë e së njëjtës dosje është edhe Ergjys Sagasi dhe biznesmeni Ermal Beqiraj për konkurrencë të palishme përmes dhunës, heqjes së palishme të lirisë dhe shkeljes së barazisë në tendera. Ata akuzojnë gjithashtu si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Të gjithë protestuesit që u ndaluan për aktet e dhunës në protestën e opozitës, ku plagosën edhe 5 punonjës policie, janë lënë të lirë. Tokat e zeza ka vendosur se ata do të hetohen në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Të 15 protestuesit e arrestuar të dielën në mbrëmje gjatë tubimit të dhunshëm të PD-s rifituan lirinë. Të gjithë kanë detyrimin për të paraqitur në policinë gjyqësore pas vendimit të marrë nga gjykata penale. Gjatë protestës kombëtare të Partisë Demokratike të datës 22 mars, ndaj godinës së kryeministrisë u hodhën bomba molotov dhe fishek zjarr. Rreth 1400 forca policore ndodheshin në terren për të mbrojtur qytetarët dhe institucionet e vendit, duke përdorur gaz lotësjellës dhe ujë me presion. Ndërkohë, protesta e konceptuar në formën e një marshimi u shpërnda menjëherë, ndërsa turmat e tubuesve u drejtuan Ministrisë së Brendshme e më pas selisë së Partisë Socialiste. Të dyja këto godina patën të njëjtin fat si kryeministria, ndërsa një tjetër zonë e nxehtë ishte edhe ajo të rruga e Elbasanit. Po në të njëjtën zonë përfunduan të djegur disa policë, të cilët u dërguan në spitalin e traumës. Protesta kombëtare 22 marsit ishte e 7-a e llojit të saj. Partia Demokratike ka lajmëruar se do të vijojë protestat deri në largimin e kryeministrit Rama dhe krijimin e qeverisë teknike. Kombëtarja e Shqipërisë udhtoi sot drejt Polonisë, atje ku do të luajë ndeshjen gjysmëfinale të play-offit që do të na çonte në Kupën e Botës. Përballja që luhet të enjte në mbrëmje sipas parashikimeve të superkompjuterit Opta nuk na jep favorit. Kombëtarja shqiptare fluturoi paraditën e kësaj mërkure drejt Varshavës, atje ku do të luajë një duel shumë të rëndësishëm kundër Polonisë në kuadër të play-offit për kualifikim në Kupën e Botës. Pas 2 seancave stërvitore të zhvilluara në shtëpinë e futbollit në Tiranë, kuqezit do të mbyllin programin stërvitor anti-Poloni me seancën e fundit që do të mbahet sot orën 18 në stadiumin e ndeshjes PGE Arena në kryeqytetin polak. Ndërsa përpara seancës Silvinjo dhe kapiteni Gjimshiti do t'i përgjigjen interesit të medias mbi këtë takim që mund na afrojë me historinë. Grupi i 26 lojtarëve i grumbulluar për duelin gjysmëfinal të play-off është i plotë dhe pa probleme të qëndësishme. Vetëm sot pas stërvitjes së fundit do të njihemi me lojtarët që do të shkojnë në tribunë. Silvinjo ka edhe një seancë në dispozicion për të sheshuar me stafin edhe dilemat e vogla që ka në mendje për formacionin anti-Poloni. Në tipologjinë e tij, Silvinjo është një teknik që nuk ndryshon shumë, ndaj në mungesë të manajt apo dakut në majtë të sulmit, duke sigur po shkojmë drejt një formacioni të përafërt me atë që përballoi Anglinë në nëntor të vitit kaluar në Tiranë. Dilemat e vetme janë Ajeti apo Ismaili në qendër të mbrojtjes në krah të Gjimshitit, si dhe përfshirja apo jo nga minuta e parë në mesfushë një lojtari ndër më të mirët e aktualisht me klubet, Ylbe Ramadani. Në sulm favorit duken Hoxha, Ozuni dhe Bajrami, por Muçi mbetet një opsion konkret. Sfida do të luhet enjte në orën 20:45 në stadiumin kombëtar të Varshavës dhe do të gjykohet nga arbitri anglez Anthony Taylor, i cili na ka gjykuar 3 vite më parë në barazimin 1-1 jashtëfushë kundër Çekisë. Pavarësisht dëshirës dhe besimit se mund t'ja dalim në Varshavë, superkompjuteri i parashikimeve në futboll, Opta, nuk na jep për favorit. Përkundrazi, në përllogaritet e Optas bazuar në të dhëna statistikore, Polonia ka 56.6% shanse për ta fituar ndeshjen brenda 90 minutave, krahasuar me 20.9% të Shqipërisë.
Mirpo, statistikat i janë bërë për të thyer, e kështu urojmë të jetë edhe në rastin konkret. Këto ishin lajmet kryesore për sot, e mërkur, 25 mars, ju urojmë mbrëmje të këndshme.